pavarësisht oscilacioneve, humbjeve të zgjedhjeve që në të fundit, pra në nëntor, Ali Ahmeti rikthehet përsëri në skenë në këtë moment. Është kjo situatë që në gjithë sërish aty, pra protagonist. Ju rikujtoj që zoti Ali Ahmeti është themelues ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të Maqedonisë dhe drejtues, dhe patjetër e ka që të jetë aktor, sepse ka qenë aktor, nuk është se del në skenë sot, dhe patjetër disa bëhet fjalë për ushtrinë shqiptare të Kosovës apo dhe ushtrisë shqiptare të Maqedonisë, zoti Ali Ahmeti dhe shumë të tjerë që kanë qenë pjesëmarrës duhet të jenë aty, duhet të jenë aktor. Pra e detyron aktiviteti dhe protesta, e detyron emblema e ushtrisë shqiptare të Kosovës që të jetë pjesëmarrës, të jetë dhe organizator tek e fundit, sepse thash ka qenë themelues dhe drejtues. Nuk mund t'i hiqë Ali Ahmeti dhe çdo tjetër kësaj pjese që ka qenë themelues apo pjesëmarrës në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj nuk duhet ta shohim ata humbi zgjedhjet është kryetari një partie dhe ai po e privatizon apo po e organizon këtë. Jo, nuk e privatizon Ali Ahmeti, nuk e privatizon BDI-ja, nuk e organizon as BDI-ja as Ali Ahmeti. Këtë në organizojnë të gjithë ish ushtarët e UÇK-s, të gjithë ata që janë të grupuar në shoqatat e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të Maqedonisë. Pra, duhet të kemi parasysh, duhet ta ndajmë Ali Ahmetin si kryetar i BDI-s dhe Ali Ahmetin si Abbas Shuka që ka pas pseudonimin si nga themeluesit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe nuk lindi ushtria shqiptare e Kosovës brenda një dite, është punuar dhe zoti Ali Ahmeti dhe disa të tjerë i kanë dhënë jetën rreth 20 vite apo 30 vite organizimit të një lufte të tillë. Gjithmonë kanë qenë të ushqyer në organizatat e tyre ilegale që kanë qenë për të patur një përplasje me Serbinë për pavarësinë e Kosovës. Kjo protestë vjen pas asaj në Kosovë dhe në Shqipëri, pra po flasim për trojet tona, po ka shanse që të kemi protestë tjetër në Ballkan të organizuar nga OVL-UÇK-ja? Kjo gjë varet nga ato çfarë projekti kanë, domethënë si e kanë bërë projektin e tyre në vazhdimsi për këto protesta, por derisa protestat janë vetëm në Prishtinë, Shqipëri dhe në Maqedoni, domethënë mund mbahen dhe kudo atje ku ekziston ligji i demokracisë, aty ku ka demokraci, aty ku njerëzit mund të bëjnë protesta të tilla. Mendoni që edhe në vende të tjera nuk do ishte pengesë, nuk do bëheshin pengesë? Përderisa ne në 99 kam qenë pjesë në emigracionit në Greqi dhe kam qenë pjesëtar i organizimit të një proteste për UÇK-n dhe për luftën që mbahesh në atë kohë në mbështetje të NATO-s në prill të 99-s, nuk është çudi që mund të organizohet edhe. Atëherë është protestuar në 99 në Greqi, në Athinë. Po, është protestuar ku kanë qenë rreth 7.000 apo 10.000 emigrantë shqiptarë nga Selaniku nga Athina, protesta u mbajt atëherë në Athinë. Unë kam inqizime dhe këto, kryesore ishte organizatore shoqata Vllazërimi, po dhe shumë shoqata të tjera. U mbajt në një pjesë shumë e vështirë në atë kohë kur Milošević ishte në pushtet, kur 50% e medjave në Greqi kontrolloheshin direkt nga Milošević, nga djali i tij Marko Milošević me fonte, ku qeveria e Greqisë ishte pro-greke, e theksuar dhe nuk ishte Greqia në këtë pozicion sot të vështirë ekonomik, ku është një pozicion i dobët politikisht në Ballkan Greqia, dhe ne atëherë me leje dhe me këto dhe organizuan një protestë shumë të suksesshme, duke treguar që dhe emigrantët shqiptarë në Greqi atëherë mundet të organizojnë një protestë në përkrahje të ushtrisë shqiptare të Kosovës, luftës të drejtë atje dhe të bërbadimeve të NATO-s që bënte atëherë mbi ish Jugosllavinë asaj cope. Edhe diçka të fundit kam në gjykimin tuaj, kjo protestë ku pritet që të ndikojë pra për të arritur qëllimin e vet, apo thjesht për treguar që shqiptarët janë bashkë në këtë momente? Unë mendoj që kjo protestë, si gjithë protestat tjera, të tregojë që ish drejtuesit e UÇK-s që ndodhen në Hag janë të pafajshëm dhe mbas atyre është një popull i tërë që përkrat të drejtën, është një popull i tërë që nuk do t'i bratisi bijtë e saj, edhe pse padrejtësisht mbahen prej kaq vitesh e cilësoj 5 vite, po bëhen që po mbajnë atje njerëz që kanë pas dhe funksione të larta shtetërore si president apo ministra, kryeminist apo dhe shumë poste të tjera. Pra nuk janë të braktisur. Mendimi im është që ne t'i tregojmë botës, ne nuk i braktisim bijtë tanë apo drejtuesit e kësaj ushtrie që i solli lirinë dhe pavarësinë të Kosovës. Prandaj them ky duhet të jetë qëllimi kryesor. Dhe një gjë derisa protestohet paksisht, kjo gjë duhet përkrahur, sepse ne nuk po ka dhe protesta me dhunë, siç ndodhin në shumë vende tjera, për shembull, vetëm para 2-3 ditësh në Greqi marrin protestat e bujqve e fermerëve dhe eskalovin në dhunë, që nuk është gjë e mirë.
ku u goditën nga dy palët edhe policët edhe makinat e policisë u përmbysën dhe shumë gjëra tjera. Pra këta nuk quhen protesta paqësore, po quhen protesta të dhunës. Kurse ne deri tani edhe në Hagë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, po dhe ditën e shtunë në Shkup, do pasqyrojmë paqen, do tregojmë që jemi paqësor dhe të gjithë si një trup i vetëm përkrajmë djemtë tanë, njerëzit tanë që ndodhen padrejtësisht të burgosur në Hagë. Zoti Valla, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.